LSDM-ja publikoi disa fotografi dhe emra të disa protestuesve të dhunshëm të cilët sipas saj sulmuan deputetët në kuvent. Sipas kësaj partie, shumica e autorëve të sulmit janë zyrtar me pozita të larta në institucione të ndryshme shtetërore, por edhe persona me dosje të rënda kriminale si vrasës dhe përdhunues. LSDM-ja kërkon institucionet kompetente hetim të pavarur dhe dënim maksimal të këtyre personave, por edhe të porositësve të akteve makabre në kuvent. Por VMRO DPMN-ja akuzon LSDM-n për shkaktim të revoltës së planifikuar të qytetarët, duke theksuar se kjo parti duhet të bardhë përgjegjësi politike dhe juridike. LSDM kërkon nga Prokuroria Themelore, Ministria e Punëve të Brendshme dhe të gjitha institucionet kompetente që të zhvillojnë hetime transparente për zbulimin e kriminalëve që ishin pjesëmarrës në ngjarjet e dhunshme në kuvent. Duke publikuar emrat dhe fotografitë e disa pjesëmarrësve në dhunën në kuvent, Damian Manchevski nga LSDM theksoi se porositësit e dhunës në kuvent së bashku me kryerësit patjetër duhet të përgjigjen. Ai tha se nga videoregjistrimet, qytetarët masovikisht i njohin kryerësit e Gruevskit, Mielkovit, Çavkovit dhe Veljanovskit. Të gjithë deri më një ishin të njohur për deputetët e DPMN-s, pasi janë pjesë e strukturave partijake të kësaj partie. Në mesin e turmës që shkaktoi dhunë në kuvent, kishte edhe drejtor të ndërmarrjeve publike, udhëheqës sektorësh të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, të punësuar në ndërmarrje publike dhe shumë të tjerë që marrin paga nga shteti, por edhe kriminal të rënd dhe vrasës, të cilët në kuvent ishin dërguar për të kryer tentim për vrasje, tha Manchevski. Dimče Hristovski Žabata, od Prilep, poranešen pripadnik na Lovovite. Osuden za dvojno ubistvo. Dimče Hristovski Žaba nga Prilepi ish pjesëtar i njësitit Luanët, i dënuar për vrasje të dy fish në korrik të vitit 2005 në manifestin Pivofest. Një nga viktimet e tij është fëmijë. Ky njeri e lëndoi kryetarin Zoran Zaev. Në foton e radhës mund të shihet qartë një nga sulmuesit e Radmila Sheqerinskës, Dimitar Pecov nga Strumica. Igor Jug, me simbole të ustasheve, i dënuar për dhunim, vrasje, drogë dhe sulm fizik. Siç mund të shihet në videoregjistrime, një nga ata që i papenguar nga policia i orienton të dhunuesit është edhe Nikola Mitrevski Kolo, 3 herë dënuar me burg dhe dorë djathtë e Aleksandar Vasilevskit Ninja, të dy dhunues të njohur të DPMN-s. Njëri nga të parët që u fut në kuvent është Jordan Mielkov, djali i Sasho Mielkovit. Ky dhunues në anën e majtë të fotografisë është Adnan Mehmed, shefi i kabinetit të Elvis Bayram, kryetari i komunës së Shutkës, dhe djalë i Amdi Bayramit, Goran Vangelov nga Velesi, pjesë të ashtu quajturave shoqata patriotike, i lidhur ngushtë me Ilja Dimovskin, Predrag Petrushevski Bingo, nën kontroll të Johan Tarçulovskit. Në kuvent ishte edhe Munir Pepic, i punësuar në Agjencinë për Zbulim, i dyshuar në rastin Titanik të prokurorisë speciale për letërnjoftime të falsifikuara. Mitko Mihailovski Gjachka, i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Andrej Iliev, nën kolonel në ARM, Martin Stojanovski, i punësuar në Agjencionin për Nxitje të Zhvillimit të Bujqësisë. Në pres sallën ishte edhe drejtori i ujësjellësit dhe kanalizimit Shkup, Aleksandar Atanasov. Ata janë disa nga pjesëmarrësit në kryerjen e veprës së cënim terrorist të rregullimit kushtetues dhe sigurisë në bazë të nenit 313 të kodit penal dhe patjetër të bardhin përgjegjësi, tha Manchevski. Por VMRO DPMN ka fajsuar LSDM-n për shkaktim të revoltës së planifikuar të qytetarët, duke theksuar se kjo parti duhet të bardhë përgjegjësi politike dhe juridike. Nijedno nasilstvo ne sme da se opravdува, но СДС има najmalku pravo da gi proglasува za terroristi narodot. Asnjë dhunë nuk mund të arsyetohet, por LSD ka më së paku të drejtë të shpallë për terrorist popullin dhe qytetarët e Maqedonisë, të cilët 60 ditë protestuan qetë dhe pa asnjë incident, e shprehen mos pajtimin e tyre me platformën e Tiranës dhe shitjen e interesave shtetërore dhe kombëtare. Përgjegjësi për dhunën patjetër të ketë. Nuk guxon deputeti, qoftë ai edhe Zoran Zaev, të jap urdhër të shkrepet armë në kuvendin e Maqedonisë. Ky është presedani pa parë, jo vetëm në Maqedoni, por kudo në botë. Është i vetëdijshëm Zoran Zaev për pasojat e shkrepjes së armës, nëse ndonjë plumb përfundonte në dikë prej qytetarëve. Zyrtari policor që e ka dëgjuar Zoran Zaevin është i vetëdijshëm se ai nuk mund të reagojë sipas urdhrave partijake, por vetëm në përputhje me ligjin dhe procedurat. Sipas VMRO-s, shkelja e ligjeve dhe procedurave çon në dhunë dhe anarki. Me kërkesë të Prokurorisë Publike, Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur kallëzim penal ndaj 15 personave për pjesëmarrje në turmën e cila pengon aktivitetin e zyrtarëve policor dhe pjesëmarrje në turmën e cila bën vepër penale.
Në mesin e tyre janë edhe organizatorët e protestës, siç njofton policia, vetëm 5 prej 15 personave që janë në kërkim për dhunën e SE-s në kuvent janë kapur, ndërsa njësitë policore po kërkojnë edhe 10 të dyshuarit e tjerë që kryesisht janë nga Shkupi. Në momentin që do të arrestohen të dyshuarit, do të nxiren para gjykatës si të procedurës paraprake dhe do të vendoset se cilat janë masat e kujdesit që duhet të shqiptohen, duke përfshirë këtu edhe mundësinë e paraburgimit. Siç mësoi deri më tani, në pranga është një shef i drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim. Njësiti për krim të dhunshëm pranë SPB Shkup ka ngritur kallëzim penal kundër 15 personave në ndyshimin se kanë bërë vepër penale, pjesëmarrje në turm që do të pengojë person zyrtar në kryerjen e detyrës, pjesëmarrje në turm dhe pjesëmarrje në turm e cila do të bëjë vepër penale. Në bazë të materialeve të shqyrtuara dhe masave operative të ndërmarra, është bërë identifikimi i personave të sipërpërmendur dhe 5 prej tyre janë arrestuar, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme.